Në çdo shoqëri normale, debati për ndryshimet kushtetuese është një debati më i gjerë mbi normat e një vendi. Nuk e përfshin veç partitë politike, nuk e përfshin veç deputet, e përfshin krejt shoqërinë. Edhe me miratu një udhëzim administrativ duhen një 2 javë konsultim publik. Neve këtu nuk ka sill teksti amandamenteve, i cili është i shkruar para 14 viteve dhe ka kaluar në gjykatë kushtetuese fiks para 14 viteve. Prej atëherë, Kushtetutës Kosovës janë bë 26 amandamente. Dhe normalisht me interpretimet që ju kanë bë asoj për gjykatës kushtetuese, ka ndruar jurisprudencë e asoj, ka ndruar plot bot kuptime që kemi pas në mbi kushtetutën. Prandaj përdorimi sot i një vlerësimi kushtetues që ka bërë gjykata kushtetuese para 14 vjetëve është i paprecedent. Është i paprecedent. Nuk ka vend tjetër evropian. Unë sfidoj çdo kënd prej kabinetit qeveritar, prej juristëve që na këshyrin, nëse gjejnë një vend në cilin kontrolli paraprakje amandamenteve kushtetuese, siç është në rastin tonë, bëhet sot, ndërka shmiratimi thirret të bëhet mas një dekade e tutje, unë nuk dal me folë më këtë kuvend për ligj. Mbi gjitha, tash do dal të çështjet konkrete. Kryetare, lutem nëse mund kërkoni qetësi se s'po mundem me fol. Ju lutem që të mbani qetësi sepse deputeti Duda duhet ta përfundojë fjalën. Po dal tek çështjet konkrete. Ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës vet. Kryetare, ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës. Dhe më lejoni t'ja lexoj rregulloren e punës çka thot për këtë rast. Thot seanca se ke lexu. Dëgjoj tash se ke lexu. Tash kur ta lexojnë është se ke lexu. Se ke lexu. Seanca plenare për të miratuar amandamentet kushtetuese thirret brenda 2 javësh nga marrja e vlerësimit nga gjykata kushtetuese. 2 javë. 14 vjet mbrapa jena. 2 javë po thot, çor. Kryetare, 2 javë.